besoj që në shumë familje shqiptare, pastrimi i filtrave të kondicionerit është punë burrash. Dhe koha ka treguar që në fakt po, janë ndjen dhe burrat e shtëpisë ata që sigurohen që mos t'i lën pa pastruar filtrat e kondicionerit, dhe di pse e bëjnë të gjë? Nuk e bëjnë sepse duan të bëjnë punët, por kanë hall se mos kondicioneri e ka jetën e shkurtër. Mirë, për të kuptuar se cilat janë disa teknika se si të pastrojmë kondicionerin, duhet të theksojmë që pastrimi është i domosdoshëm që dhe funksioni të jetë optimal. Do të demonstrojmë disa gjëra, patjetër na duhen këshillat e profesionistëve, ata të cilët jetën ja kanë dedikuar kësaj sipërmarrje, dhe i tillë është edhe i ftuari që ne kemi në studio me ne, Panajot Karasani, sipërmarrës me Panajot. Jam Panajot Karasani, vi nga kompania që merret kryesisht me sistemin e ngrohjes dhe ftojes në fushën e kondicionerëve. Sot ju kam sjell një markës Midea, një nga kondicionerët më të mirë, është brand global, jo vetëm në Shqipëri, një nga markat më të njohura, dhe do ju shpjegoj rreth këtij kondicioneri si funksionon, pjesën e filtrave. Kemi nevojë për këshilla. Nuk kemi asnjë dyshim. Më thuaj ti, a është punë burrash pastrimi i filtrave të kondicionerit? Tani, me thënë të drejtën, më shumë merren gratë me këtë punë, sepse ka ardhi kohë sot në Shqipëri që burrat na thirrin neve si teknik që hajde ma ndroj llampë. E kupton, ka arritur deri në këtë. Pra burra nuk ndrojnë masë llampë. Faleminderit që ma the. Shiko, se kjo gjë i bën mirë ekonomisë vendit, sepse praktikisht gjitha profesionet punojnë. Punët e shtëpisë, më thon drejtën, duke qenë se janë punë pa lek, edhe shumica i bëjnë me përtese, me gjëra të tilla, e kupton? Po, ma thuaj mua. Mirë. Panajot, si pastrojnë filtrat e kondicionerit? Tani, un kam sjell, do bëjmë një demonstrim. Ky këtu është kondicioneri Midea Nordic, që ka shumë të veçanta dhe shumë avantazhe në krahasim me gjithë Mideat e tjera, edhe gjithë kondicionerët e tjerë që qarkullojnë. E veçanta e këtij kondicioneri është që nuk është si gjithë kondicionerët bazik pastrimi i filtrave, por e ka bërë kompania shumë të thjeshtë, me një heqje, me një lëvizje, domethënë me një proces pune, mund ta hiqni filtrin. Dhe si bëhet pastrimi? Mund ta pastroni me fshes ose ta lani me ujë. Është mirë të thahet para se ta vendosni. Sërish. Mund të flas më gjerësisht? Patjetër, të lutem. Shife, pjesa e filtrit është shumë e rëndësishme në radhë të parë për pjesën e shëndetit tek njerëzit, tek familjarët. Sigurisht. Duke qenë se filtri mban papastërti dhe pluhrat e ambientit të dhomës, duke qenë se këto pluhra përcillen kur kondicioneri nxjerr ajër për të ngrohur dhomën, përcillen tek njerëzit, duke qenë ky filtr i pastër, nxjerr vetëm ajër të pastër, nuk nxjerr papastërti, gjë që është shumë e rëndësishme tek shëndeti i njerëzve. Gjë që është tjetër shumë e rëndësishme, ndikon në kursimin e energjisë. Energjisë, se fatura e kripur në shqetëson të gjithë. Ky filtr është i bllokuar, i papastër, kondicioneri punon me shumë vështirësi dhe nuk e ka rendimentin siç duhet, të plotë. Dhe motori punon me shumë orë pune për të bërë procesin e punës dhe harxhon shumë energji. Efekt që mund të ketë nëse i ka filtrat e pastruar. Na trego pak, cila tipologji kondicioneri është ekonomike? Na bën të harxojmë më pak para. Pa thënë brende, por na duhet më tepër të dimë lloji kondicioneri. Sot, si funksionon? Sot teknologjia ka bërë që të gjithë kondicionerët në përgjithësi të jenë me kursim energjie ose me procesin inverter. Çfarë do të shohim ne me kujdes kur bëjmë një blerje? Kur bëjmë një blerje, është e rëndësishme shumë klasi i energjisë. Ky lloj Midea Nordic është me 3+ klasë energjisë në ngrohje dhe 3+ në ftofje. Gjë që bën që kursimi i energjisë të jetë maksimal tek ky kondicioner. Qartë, mirë, Panajot. Është shumë e rëndësishme. Në varësi të qytetarëve të ndryshëm, jetojnë në banesa, rezidenca me përmasa të ndryshme. A ka një rregull të shkruar se sa kapacitet duhet të ketë kondicioneri për një dhomë me një sipërfaqe të caktuar? Një sallon i cili është 6 me 5 për shkak. 30 metra katror. 30 metra katror. Shife, nes nga ana jonë teknike, gjithmonë i bëjmë për llogaritjen e ambientit dhe japim fuqinë e duhur klientit të kondicionerit. Për shembull, për 30 metra katror është mirë të vendosim një kondicioner 18 mish BTU, që mbulon një ambient deri 25 metra, deri në 35 metra katror, që është brenda standardit, brenda rregullave, që ky kondicioner ta bëj procesin siç është për ta bërë, brenda normave, të stakohet, se e gjithë kursimi energjisë është edhe ke stakimi i motorit, edhe të ketë normalisht duke kursyer edhe orë pune i zgjatet dhe gjatësia e kondicionerit. E qartë. Për të kursyer energji, edhe gjithashtu për të patur edhe një performancë më optimalit, na ngrohet shtëpia shpejt edhe na qëndrojë ngrohtë. Sa duhet ta lëmë temperaturën e kondicionerit? Si rregull,
kur bo shumë ftofët që kalon me minus, është mirë të rri 22 deri 25 gradë. Okej. Në ditët që është më ngrohtë, që shkon 15, 16, mund ta leni 26 deri 27 gradë. Asnjëherë nuk rekomandohet të lini 30 gradë, për arsye se kondicioneri nuk është se ngroh më shumë në 30 gradë. Ajri po të njëjtën nxjerr. Thjesht do punoj shumë gjatë, ta çoj ajrin në ambientin 30 gradë, pastaj të stakohet motori, që bën të harxoj më shumë energji elektrike. Panajot, e di çfarë kemi të rëndësishme? Patjetër. Të dimë se sa gjatë duhet ta mbajmë kondicionerin ndezur, që ambienti të ngrohet. Sepse kemi parë që e ndezim 30 minuta, fikim. Ftohet, e ndezim 30 minuta. Mosha e tretë, duke qenë se i dhimbë se lekët të çunit ose të gocës, edhe e kanë atë pjesën e kursimit normalisht, i rrin kondicionerit fik ndis. Gjë që e hasim shumë problematik tek ne shqiptarët. E mira është që kondicionerin ta leni me një temperaturë 24-25 gradë dhe ta leni më mirë ndez gjatë gjithë kohës, në moment që jeni në shtëpi. Pastaj në moment që ikni nga shtëpia është mirë ta fikni se kur s'ka njerëz është Sigurisht. Po. Pra nuk duhet ta fikim ndezin, por më mirë ta mbajmë të ndezur konstant. Gjithmonë kur e fikni kondicionerin dhe e ndizni, ai momenti i parë bën të mundur që të harxoj shumë energji elektrike. Okej, harxon më shumë. Dhe një nga fillimi çdo gjë. Është kur e marrin ndezë gjithë kohës, ai lëviz me 2 gradë. Për shembull, e çon temperaturën në ambient 25 gradë, pastaj bie 22, 23, e fillon prapë lëviz me 2 gradë gjithë kohës. E ka më të lehtë procesin. Se kjo është shumë e rëndësishme, të shpjegohet. Panajot, a na duhet ne një kondicioner në dhomën e gjumit? Ka shumë familje që nuk e duan tek fëmijët, po duan një zgjedhje tjetër. Çfarë mendon ti? Ne na duhet një kondicioner në dhomën e gjumit, se normalisht ka temperatura që nuk na përshtaten, si që është pjesa e të ftohtit në dimër edhe vapës në verë, por e gjithë sekreti është tek gradimi i telekomandës. Në moment që ne e gradojmë telekomandën brenda normales, për shembull, është edhe me doktor rekomandohet që temperatura në dhomë gjumit jetë 24-25 gradë, jo më shumë, gjithmonë të jetë standard. Se në moment që e çojmë në verë, për shembull, se shumica e shqiptarëve kanë tendencën në verë ta shfrytëzojmë sa më shumë kondicionerin, ta çojmë 16 gradë, por në moment që ty të zë gjumi dhe nuk je i vetëdijshëm, normalisht të ndikon edhe për keq, të ftof ose sëmurë, siç jemi sëmurë gjithë. Një gabim që të gjithë ne bëjmë me kondicionerin. Çfarë duhet kemi parasysh? Tani, një gabim që ne bëjmë me kondicionerin, kondicioneri përveç filtrit që mund ta pastrojmë vetë të gjithë klientët në shtëpi, të paktën një herë në 3 muaj, ose aq sa e përdor. Për shembull, kemi shumë problematika këto fasonerit ose vende e berberhanet që duke qenë se ka push ose lesh ose kondicioneri duke qenë se qarkullon ajri ambientit, e merr më të shumë pluhurin ose pushin ose këto gjërat, edhe e bën më shpejt të mbushur. Tani, gjë kryesore është edhe larja e kondicionerit. Si funksionon? Është mirë të thirret tekniku, shkojmë tek shtëpia e klientit, normalisht ka një kosto minimale, çmontohen të gjitha pjesët e jashtme të kallçuqeve, tek pjesa e brendshme dhe pjesa e llamarinave ose tek motori, edhe lahet me solucion në mënyrë të detajuar, quhet pastrim general. Sa herë duhet bërë ky pastrim? E mira është të bëhet të paktën një herë në vit. Çfarë ndodh nëse nuk e bëjmë? Nëse nuk e bëjmë, kondicioneri normalisht mbushet me papastërti në brendësi, vështirësohet në punim, ka konsum më të lartë energjie edhe vdes më shpejt. Për shembull, na ka ndodhur shumë herë që unë e shpjegoj edhe këtë në mënyrën tjetër, që filtri ka qenë shumë i bllokuar. Edhe ky kondicioneri, duke qenë se nuk prodhon ajër, por merr ajrin në ambientit edhe e nxjerr po prap, nuk ka pas nga të marrë ajër dhe ka ardhur një moment që është djeg motori. Është një lloj, se unë a them njerëzve në mënyrë më popullore, sikur të të bllokosh hundër një personi edhe ti thush hec më vrap. Do vi moment që do i pushoj zemrën. Po njëta gjë është edhe kjo. Pjesa e kondicionerit. Po çfarë krahasimi? Pushon zemrën, motori është zemra e kondicionerit. Po, për treguar se ne kur i blim pajisje i duam që t'i kemi gjatë në shtëpi. Kondicioneri toksor, çfarë përfitojmë nga ky? Tani, si funksionon? Normalisht edhe ke kondicioneri dallohet më i miri ose më cilësori ose kush ka më shumë avantazh në ngrohje në pjesën e funksionit. Kondicioneri toksor normalisht ka më shumë rendiment në pjesën e dimrit, në ngrohje. Kryesisht kondicioneri dallohet në dimër kush është më i mirë ose më i keq, sepse i nxehti e ka më vështirë me e thytë ftohtin. Ndërsa në verë e ka më të lehtë. Të gjithë kondicionerët përgjithësi në verë funksionojnë normal. Në dimër dallohet kush është më i mirë. Kondicioneri toksor është po i njëjti cilësi, për shembull, po të marrim një midea sipër dhe një midea poshtë, është po njëjta cilësi, thjesht pozicioni që është poshtë e bën më të mirë. Për arsye se ajri i ftohtë është ligj fizike normalisht, është më i rëndë si ajër dhe ri afër tokës, afër dyshemes. Kondicioneri toksor
e ka marrjen e ajrit më të shpejt nga poshtë dhe e bën procesin e ngrohjes dhe stakimit më shpejt. Ngroh dhe stakohet më shpejt dhe gjithashtu kurse edhe më shumë energji dhe orë pune. Ndërsa kondicioneri mural sipër, duke qenë se sipër e ka rrugën pak më të gjatë. Nga poshtë e qarkullon ajrin nga sipër, pastaj e qarkullon. E kur themi rrugën më gjatë, mund themi që dhe shpenzon ndoshta më shumë energji elektrike sepse ka nevojë për pak më shumë punë. Kjo pjesa tjetër që ka shumë klient që normalisht e kanë dhe mundësinë ekonomike, por nuk kanë vendin e përshtatshëm ku më e vu poshtë. Se ose kanë një shtëpi të vogël, ose kanë një mobilin, një gjë që nuk e heqin dot për ta zëvendësuar me kondicionerin, ose dhe një rast tjetër është pjesa e fëmijëve të vegjël që fusin gjëra brenda kondicionerit, dëmtojnë fletat, e prishin, Ka ndonjë mjet send që mund të shërbejë në formë barriere për një kondicioner toksor për fëmijët, e kam fjalën? Apo akoma? Dhe kondicioneri ka një gjë që normalisht duhet ta specifikojmë, që nuk ka qef të ketë mobilje përpara. Sepse kondicioneri ka nevojë të marrë ajrin, toksori për shembull, marrë ajrin, sa më shumë të furnizohet me ajër, aq më lehtë do jetë ta kryej këtë proces. Aq më mirë bë procesin e punës dhe ka më shumë rendiment. Qartë, në qoftë se ka shumë që për shembull i shkojnë në vend divanin, koltukun. Po, një tavolinë përpara ka rrisë. Edhe normalisht nuk ka rendiment dhe ngrohtë. Marrim shembull, kemi një shtëpi 70 metra katror. Dhe buxhetin e kemi të limituar. S'kemi shumë para sepse kemi investuar. A mundet që një shtëpi 70 metra katror i bie 1+1 plus një banjo të na hyjë në punë vetëm një kondicioner me kapacitet maksimal toksor? Për shembull, pra nuk kemi në dhomë gjumit, kemi vetëm sallon, por me shpresën që do ngrojë gjithë shtëpinë. E kuptova. Ndodh në shumë raste që shumë klientë kërkojnë të vënë vetëm një kondicioner në dhomë andenje, edhe të hapim normalisht gjithë dyert për ta ngrohur gjithë shtëpinë. E mira është të ketë çdo dhomë të vetin. Për arsye se dhoma e gjumit, unë ja shpjegoj kështu njerëzve, dhoma e gjumit ka privatësi, se unë jam vetë familjar. Ka privatësi edhe në moment që ti do shkosh të flesh gjumë, nuk mund të rish me derë hap. Se normalisht jo vjen një mik, jo fëmijët, jo kështu edhe në moment që ti mbyll derën, ke dhoma e gjumit ngele pa kondicioner. E mirë çdo dhomë të ketë të vetin. Por në rast se nuk ka ku ta vendosi dhoma e gjumit ose në një rast tjetër se nëse janë vetëm një çift që nuk vjen njëri nëpër shtëpi, mund të bëhet edhe kjo pjesa. Për shembull, ne kemi një markë edhe një brand që është ekzemplar, që bën punë në zonat e ftohta si Korçë, Peshkopi, Kuks, zonat rrëpojës është marka General Toksor, është marka më e mirë që ka dhe 7 vite garanci. Që e kam vëllë dhe unë këtë shpja ime. Mbulon të në bjerë 5-6 të kesh para, se s'ke nevojë të blesh të komandantin. Kam një pyetje. Në rast se kemi shpenzuar shumë në i kondicioner të ri, edhe sërish kemi një ankesë, na duhet shumë kohë që shtëpia të ngrohet. Për çfarë? Për cilat arsye? Mund të ndodhë kjo, edhe pse ne kemi bërë përzgjedhjen e dur, kemi folur me ekspertët e gjithçka tjetër. Ja ta shpjegoj. Tek ne nuk ndodh asnjëherë kjo gjë. Domethënë gjithmonë kur blihet i kondicioner, ne ja rekomandojmë atë që i duhet, edhe probleme të tilla nuk kemi. Por do të ndalësh atë termoizolimin, ndaj dhe solla këtë pyetje. Do kjo pjesë për shembull që shumica e njerëzve, duke qenë se nuk i kanë izolimin e mirëfill, dritarët nuk i kanë nga këto të termoizoluara, mund ta kenë me taracë, që ndikojnë normalisht këto kushte. Por në raste të tilla, unë, si ekspert i kësaj fushë, ja rekomandoj ta marrin gjithmonë më të madh se ç'duhet. Do me thënë, duke e vënë më të madh pjesën e kondicionerit, fuqinë e kondicionerit, ka këto avantazhet që e bë procesin më shpejt, e ka më të lehtë për ta mbuluar edhe kjo pjesa e izolimit përkthehet në mundësinë e kondicionerit. E qartë, falenderojmë shumë për gjithë këtë bisedë. Me ritme, po besoj janë disa këshilla të mira për qytetarët, edhe ky ishte edhe funksioni i kësaj bisede. Unë dua t'i përshëndes në radh parë familjen time, që po na ndjek besoj. Dua t'i përshëndes të gjithë klientët e mi dhe njerëzit që na vlerësojnë. Faleminderit shumë. Unë si administrator i kompanisë time mundohem shumë që është gjëja më e rëndësishme korrektësia në biznes ose në punë, gjë që na bën që në vazhdimsi ta kemi rrugën më të lehtë. Korrektësia dhe profesionalizmi e bëjnë një industri më të mirë. Faleminderit gjithmonë mirë pritur. Që ne nuk do i harrojmë. Asnjëherë ikim me një herë një shkëputje dhe kthehemi për temën e radhës në studio.